Shkolla Atë Pjetër me Shkalla në bashkëpunim me Ambasadën Amerikane në Tiranë prezantoi ditën e martë projektin qytetar 2016, ku shpalosen punimet e nxënësve të kësaj shkolle. Ky projekt ishte i mbështetur në 3 tema, ku në fokus ishin kinemaja, bulizmi dhe monumentet e kulturës, projekte të cilat ishin përzgjedhur nga vetë nxënësit. Ky aktivitet tashmë është kthyer pothuajse në traditë për këtë shkollë, ku çdo vit nxënësit e saj shpalosin idetë dhe projektet e tyre, duke ofruar tema të ndryshme që kanë të bëjnë me politikbërjen, planet e veprimit dhe sensibilizimin qytetar, që askush nga ne të mos ndihet i diskriminuar. Projekti qytetar është një projekt me titull Ne njerëzit, i cili financohet nga Ambasada Amerikane përmes shoqatës për drejtësi dhe demokraci. Është një bashkëpunim me shkollën e mesme në Shkodër me shkollën Atë Pjetër me Shkalla, dhe ka si synim ndërgjegjësimin dhe sensibilizimin të i fillu prej të nxënësat për qytetarinë dhe konceptin e politikbërjes ose përfshirjes në politikë. Këto kanë qenë çështjet për cilat nxënësat i kanë zgjallë sepse janë ndjeshëm ndaj këtyre fenomeneve. Nuk është viti i parë, është i treti vit që ndërmarrim këtë synim. Kena pas çështjen e fëmijëve që shfrytëzohen në rrugë, kena trajtuar çështjen e shfrytëzimit të hapësirave publike nga shitësit ambulant dhe është një traditë tashmë në shkollën Atë Pjetër me Shkalla. Ky projekt përcolli një mesazh për të gjithë të pranishmit, nxënës, mësues, që të gjithë duhet të zgjerojmë njohuritë dhe të zhvillojmë aftësitë tona për të marrë pjesë në mençuri dhe gatishmëri për veprim qytetar për të çuar përpara lirinë e drejtësinë për të gjithë njerëzit.